Shembulli i parë që e sjelli Jahja alayhis salam ishte të bëjë me njëshmërinë e Allahut të Madhëshëm. Këtu e sjelli një shembull madhështor. E sjelli shembullin e ndonjërit prej personave i cili është pronar, është i pasur dhe ka sklav nën pushtetin e tij. Tash merrni si shembull këtë fotën që po shihni, ju keni një kopsht gjigant me fryte dhe aty e merrni një punëtor si shërptor dhe e nderoni këta. Nuk bëheni sikur sklavë pronar që kanë qenë kohë të mëhershme, që kanë qenë shumë brutal, shumica atyre, po i ban mirs ndaj këtij robit. Ja mundson me pas shtëpinë aty. Ja mundson me pas ushqim dhe pije dhe të gjitha kushtet. Po ti e kërkon vetëm një gjë prej atij robit. I thua, kjo është toka jam, kjo është shtëpia jam, kjo është prona jam. Punon ta dhe fitimin ma çamu. Dhe thot, ai ja filloi me punu në tokën e zotërisë tij. Dhe çka bën kë? Në vend se fitimin të ja çaj zotërisë, pronarit vërtet, ja çon dikujt tjetër. Jahja alayhis salam i pyet Banu Israil. Ju thot, cili prej jush është i kënaqur me këtë gjë? Qit në veten, a ka diçka më tron se ti me begatu një rob me të gjitha të mirat, e në fund ai me tokën tënde, e me mirësitë tua, e me nderimin që ke bë, ai nuk ta çon fitimin ty, po ja çon fitimin krejt ndaj kujt tjetër. Që as nuk është pronari asaj toke, as nuk i ka bë mirë asgjë, as nuk e ka nderu, ja çon fitimin dikujt huaj. Me këto Jahja alayhis salam po thot, Allahu ju ka kriju dhe ju ka furnizuar. Adhurojeni atë dhe mos i bani shok. Por këtë shembull e ka sjell Jahja alayhis salam që me ta tregu që Allahu i Madhëshëm është më madhështor se sa zotëria me sklavin. Allahu i Madhëshëm e ka kriju këtu. Madje edhe ne na ka kriju. Se këto shembuj vëllezër të nderuar që i sjellën, gjitha specifikohen me një ajet Kuranit. Walillahi al-mathalul a'la. Allahu ti takon shembullin më i lartë. Ne e sjellëm shembullin e zotërisë së sklavit. Mirë, po Allahu ti takon shembullin më i lartë. Se në këtë rast zotëria nuk e ka kriju sklavin. Përderisa sklavin është padrejtësi shumë e madhe. Nëse ja mohon të mirat zotërisë ti begatus, çka është puna me Allahun, s'pa ata i se të ka kriju, e zotëria nuk të ka kriju. Po thot në fund Jahja alayhis salam, Allahu ju ka kriju dhe ju ka furnizuar. Po Allah na ka kriju, ne s'kemi qenë asgjë. Po na ka furnizuar, na ka bërë tokën të përshtatshme për vend banim, na ka dhënë ajrin, na ka dhënë dritën, na ka dhënë edhe valët përmes cilëve dëgjojmë ne. E sa begati që s'mund të numërohen. Sa procese biologjike e biokimike, e sa sisteme i kemi në trup, sistemi nervor i tretjes, i qarkullimit gjakut, i tajitjes, limfatike, sa që nuk mund të numërohen. E ku ka padrejtësi më të madhe se Allahu po t'i bën gjitha këto të mira, në fund ti nuk po i bën adhurimet për ta. Sikur ai sklavi zullumçar fitimin po ja çon dikujt tjetër. E ju shefi ti, e ju zotërisë ti. Edhe këta merrne si shembull edhe në punë bashkëore. Nëse dikush e ka një fabrikë dhe merr punëtor atë, ja fillojnë punëtorët me punu, fund fitimin ja çojnë në fabrikë tjetër. A ka diçka më poshtruese, më padrejtë se kjo? Prandaj ky shembull është me të vërtetë duhet na afroj se çfarë zullumi i madh është me i bë Allahut shirk. Çfarë padrejtësie e madhe është me i bë Allahut shirk. Dhe në ngjashmëri me këtë shembull mund ta sjellim një shembull bashkëkohor, shembullin e robotit. Tash janë aktuale robot. Ti e prodhon një robot dhe e formson dhe ja instalon gjitha programet dhe dizajnon ato. Dhe në fund ja jep lirinë e zgjedhjes. Bazë programimit ja jep mundësinë me të shërbyer ty apo jo. Çfarë ta merr mendja ty nëse atë robot që ti e ke prodhuar vet ja fillon me shërbyer dikujt tjetër, ai shikoni këtë.